Fillimisht kyçemi në platformë me user dhe password. Te pjesa e ekstraktit bankar, klikojmë këtu. Duhet me kriju fillimisht një bankë. Shkojmë këtu dhe krijojmë llogarinë e bankës. Këtë rast e marrim për shembull Raiffeisen bankën. Këtu është emri i biznesit, RBKU, pra emri i mbajtësit llogarisë. Llogaria e Raiffeisenit nis me 150 për shembull. Edhe zgjedhim konton në kontabilitet Raiffeisen Bank. E bëjmë ruaj si opsion dhe këtu na shfaqet për momentin vetëm një bankë. Përmes opsionit ngarko ekstraktin, e uploadojmë, e ngarkojmë failin Raiffeisen Bank edhe importojmë në tërësi. Faili Excel i ka 990 rreshta, që muj me hap bashkërisht e me pa. Dhe që kjo është përmbajtja e Excelit që zakonisht e eksporton e-banking, emri i firmës, llogaria kështu me radhë. Kështu tash ka transaksione që janë të ngjashme për nga natyra dhe do t'i shohim si i vendosim rregullat përmes AI që bëhet automatizimi i regjistrimit bankës në pak sekonda. Si total i kemi 990 rreshta për të regjistruar. Fillimisht shohim ngjashmëri mes tyre, për shembull transferi pagave është diçka që përsëritet çdo muaj, ka pagesë ndaj furnitorit, inkasim nga klienti. I marrim transaksionet e njëjta për nga natyra. Për shembull nisim me pjesën e shitjeve, ndoshta më miri është e para. Se shitet, domethënë ky biznes shihet që i ka me pas, edhe është shumë e mundimshme, për shembull regjistrimi i ekstraktit bankar prej praktikës me bu një ka një. Merr shumë kohë. Shkojmë këtu te rregullat, krijojmë një rregull të ri, ku ja lojmë emrin për shembull shitja pas. Kjo është hyrje në llogari të biznesit në Raiffeisen që ka. Edhe nëse që ky transakcion e përmban përshkrimin shitje pas, i japim veprim që të shkojë dhe të regjistrohet në kartelën e kontës, për shembull kjo është fillimisht u kriju si shitje ndaj blerësit me emrin, po supozojmë blerësit qytetar pas, kështu që shihet. Edhe testojmë si rregull. Në krejt bankën, prej që të 990 rreshtave, 404 janë me qit përshkrim, e krijojmë si rregull, dalim çdo të transaksionet. Pra shitja ka ekzistu fillimisht, ka shit për shembull marketi ose restorani me pas me kartela. Krejt që to 440 rreshta, që tash u kontun për me njëherë në 1 sekond me qëtë rregullin që e shtum. Për shembull pagesat ndaj furnitorit, A, shkojmë te rregullat, e krijojmë një rregull të ri me qëtë emër. Pagesa është dalje nga llogaria, domethënë ndaj furnitorit, te llogaria përkatëse Raiffeisen. E përfshin emrin furnitori A, duhet me regjistru në konton, këto janë llogaritë të pagushme. Kontabilistat e dinë që kur blejmë për një furnitori, krijohet një borxh kontabilitet edhe e lidhim me furnitorin A. Këtu tash është lista e krejt furnitorëve që paraprakisht kemi blej prej tyre, 45 transaksione, që tash krijohen si rregull edhe regjistrohen komplet te furnitori. Heken prej kësaj liste automatikisht. Marrim klientin X, pra i kemi vendosur vetëm formalisht si emra ashtu. Këtu është përshkrimi i rregullës, këtu është se çfarë roli kryen, për shembull mund ta shkruajmë inkasimet nga klienti X me NUI 800 e të tjera. Hyrja në llogari, në qëtë llogari, se mund të përdoren disa llogari bankare, për shembull nëse i ka Raiffeisen llogaritë postit, rrjedhëse, kursimeve kështu me radhë, mund krejt që përmbajnë qëtë rregull. Klienti X ceket në secilin prej çatyre rreshtave. Duhet me prek konton analitike llogaritë e arkëtueshme vlerësi. E zgjedhim klientin, që në këtë rast është biznesi që ne i kemi shit. I kemi 20 rreshta, e krijojmë qëtë rregull. Këtu prap updatetohet kjo listë. Largohen komplet inkasimet. I kemi rrogat e punëtorëve. E krijojmë një rregull për shkak që mos më shku një ka një. Njëjtë vlen për CM, VM, VR, këto që kontabilistat i dinë që janë shkurtesat e tatimeve. Tash e shohim njërin,
dalje nga llogaria e Raiffeisenit, sa të mujnë me konë disa llogari, transferi i pagave, regjistrohet në konton detyrimin ndaj pagave net apo shkurtesa është VM në formularin tatimor. I kemi 12 transakcione, se janë 12 rroga, pra për 12 muj. Ushtu edhe që kjo, më thonë në këtë mënyrë i përdorim rregullat që e minimizojnë punën e regjistrimit manual në kontabilitet, dhe prej që aty në 993 mujnë me pas tash se sa kanë mbet, janë edhe 506, i shohim për shembull provizioni shitjes, provizion për shërbim, fjala proviz për shembull është e përbashkët në këtu, dhe ju mundi me lyp këto edhe në Excel brenda. Për shembull, që qëto testojmë bashkë, qëtu. Fjallën proviz e kemi në 495 rreshta. Praktikisht edhe që të rregull, kër e kryojmë qëtu, shumica e qëti ekstrakti kryhet të rregullat, e shtojmë si rregull fjala provizionet, bankare ose komisionet e bankës, janë dalje nga llogaria. E përmbajmë fjalën proviz, domethënë edhe provizioni shitjes dhe provizioni shërbimit që ke. Proviz është e përbashkët atyne. Kur e gjenë qatë emërtim, e konton në provizionet bankare Raiffeisenbank. E testojmë si rregull, dhe më thonë 495 rreshta që ku janë këtu në Excel, 164.49 është kontoja analitike që ti shpenzimi. E kryojmë si rregull. Shkojmë të transakcionet, që tash kjo listë shumë duhet me u pastru, me mes shumë e vogël. Për shkak të rregullës së re që u vendas, dhe që ku i kemi. Më thonë janë veç edhe qëto, po këto janë taksat, shumë tatimin paga, njëjtë është edhe që dohet pensioni punëdhënësi punëmarrësi për gjysmë, kështu i kemi mundësinë për shembull me testu veç që pjesën e tatimin paga, njëjtë shkon për TV, CM, VR. Pra këto janë shkurtesa tatimore. Tatimi në paga është dalje nga llogaria, duhet me kontu në tatim, pjesa tatimin paga VM, janë 12, pra mund me konë dhjetori vitit ma herët 11 mujt e këti viti, se këto paguan dhe me datën 15 mars, më falni, 15 janar për shkak për mujin dhjetor. Tralla janë kompani që e paguajnë brenda këtij viti. Dhe çish po shihet, domethënë prej 990 transaksioneve, që tash na kanë veç 2. Kretë kjo u bë për pak minuta, edhe u bë veç herën e parë, duke i shtu rregullat, se çto rregulla që i shtum këto vlen gjatë. Mujin tjetër, vitin tjetër, veç ngarkohet Exceli kështu, edhe rregullat zbatohen. Për shembull, këto janë 2 transaksione pak më të veçanta, pagesë borxhi 2023 sipas marrëveshjes, që edhe AI se merr vesh këto. Domethënë nuk ka mundësi me kontu automatikisht, po ja jep mundësinë kontabilistit me bëni verifikim edhe huazim i mjeteve për kapital, pra borxhet, huazimet, dhënat, marra, kanë trajtim kontabël, normal mundi me zgjedh konton që i përshtatet, tani edhe me regjistru. Që ka që është sa i përket bankës. Ju faleminderit dhe çdo të mirë.